Kur jemi tek deklarata e kryeministrit Edi Rama në Këshillin e Evropës që ju nuk e përkrahni atë deklaratë që e dha, domethënë kinse që po e mbrun ashim foqen edhe si mund ta përkrahun atë? Ajo ishte një thik e vërtet pas shpine për Kosovën, dhe të më falni se unë nuk jam avokat i tyre, por në bindjen time më të thellë dëmtoj të 4 udhëheqësit politik që ndodhen në Hagë. Pse? Ajo ishte një thik, më fal, ajo ishte një thik pas shpine, se aty foli jo si një kryeministër i një vendi antar të Këshillit të Evropës, jo si një kryeministër i një vendi antar të NATO-s, por sikur të ishte vlla siamez me Gaddafin. Duke deformuar realitetet, në qoftë se ti, ku kishte të drejtë Edi Rama? A kishte një të drejtë Edi Rama? Po, cila është e drejta që kishte? Shqipëria u akuzua në rezolutën që u miratue në raportin e Dick Martit, se në teritorin e saj ka patur banesa apo facilitete ku janë bërë transplante, ndukje organesh, më keq, shkurje organesh, për trafik organesh. Dhe Shqipëria këtë duhet ta hiqte. Shqipëria hoqi. Tani Edi Rama, në vend se të lobonte me Ministrinë e Jashtme, pranë kryetarëve të delegacioneve, kryetarëve të cilët janë njëkohësisht kryetarë të delegacioneve janë antarë të komitetit politik të Këshillit të Evropës, që kjo rezolut të miratoj një rezolut të çlirojë Shqipëria nga kjo, dhe kjo është ndihma më e madhe që u jep atyre. Se kur Këshilli i Evropë të thoshte që dale se Shqipërinë e kemi akuzuar s'pas ka patur, indirekt u shkonte mirësia edhe atyre që janë sot në Hagë. Por ky shkoi aty për t'i bërë gjyqin në Këshillit të Evropës. Ç'është ky që mund t'i bëjë gjyqin në Këshillit të Evropës? Ky shkoi një moment shumë, edhe e bëri këtë një moment ku e gjithë klima në tërësi ishte pro-Kosovës. E bëri një moment kur fatmirësisht Rusia është e pezulluar bashkë me Bielorusinë. Rusia ka patur shumë influencë në Këshillin e Evropës. Realitetet janë ato që janë. Tani nuk ishte. Ky në vend se të ecte në rrugë diplomatike, zemroi dhe i bojkotuan darkën grupi më i madh parlamentar i Këshillit të Evropës dhe komiteti presidencial që përbëhet nga kryetarët e grupeve. I bojkotoi darkën Edi Ramës, i përmbysi sofrën Edi Ramës. Pra, çfarë ndihme pati Kosova përveç folkloristëve që thonë mirë ja bani, ja tha e si ja tha? A duhem ne që Kosova të antarësohet në Këshillin e Evropës, apo duhem të ubiem borive folkloriste të brirëve që ne e themi shurrahim gjoksin? Kjo ishte një akt absolutisht thik pas shpine për antarësim. Në mëngjes foli Saranda. Dhe zonjën Saranda e durtrokitën dhe e komentun shumë mirë fjalimin e saj. Çfarë komentesh i bën fjalimit Edi Ramës? Se cili më i keq se shoqja, se shoku. Të majt dhe djathtë, jo vetëm të djathtit, jo, edhe të majt. Ajo Kasimati, që do t'jetë morgjin shqiptare dhe butetja greke, ajo ishte e Sirizës. Pra, në qoftë se shqiptarët janë të interesuar për të prish punë vetes, të besojnë atë që bëri, po Edi Rama çoi ujë krejtësisht në mullirin e padronit ti me fjalën që mbajti. Dhe nuk zgjidhi asgjë. Që duhet zgjidh një rezolut për të çliruar Shqipërinë nga kjo akuzë, mund të mbaj, mund ta bënte edhe delegacioni shqiptar, pazë, pa tamtame, pa tambure. Delegacioni shqiptar, me ato lidhje, me ata miq që ka aty, mblidhte firma nga delegat të 5 vendeve. Delegat të 5 vendeve. Dhe ka një komitet për rezolutat, ka një komision, dhe dorëzohej rezoluta. Lobohej, absolutisht, me qenë se e vërteta ishte me ne, kjo realizohej plotësisht. Kurse tani, le të tentojnë, po donë me atë përmbysje që ky bëri për të treguar
se është me kompleks ky. Ky duke ditë tradhtit që ka bërë dhe bën, a më të ndaj Kosovës, duke ditë damin kolosal që i bën asaj me Ballkanin e hapur, ky u kujtoj se kështu tani duke vesh, duke folë si pa kontroll, po vesh qyrkun e patriotit. Po të besosh se Edi Rama është patriot, është një lloj si të besosh se eskimezët janë banorë të Shkretirës. Absolutisht. Pra, sipas doktor Sali Berishës, Edi Rama nuk i bëri mirë, Hashim tha që Kadri Veseli. E dëmtoj ta them unë. I dëmtoj. E dëmtoj absolutisht. Për arsye se Sali Berisha asnjëherë nuk ka qenë kundër tyre, përkundrazi Sali Berisha gjithmonë ka qenë pro. Në çdo rast, Po. nga viti 91, gjerë që e kam dorëzuar, unë kam mbështetur në qindra qendrime dhe vendime dhe arena Kosovën dhe vazhdoj ta mbështes pak me mundësinë më të madhe që kam.